Tani me njerë do të lidhemi drejt për zdrejti me samitin e komunitetit politik evropian, ku liderët e 27 vendeve që janë pjesë e Unionit dhe ato që nuk janë pjesë e Unionit marrin pjesë në këtë samit. Në total janë plot 51 lider të cilët janë pranishëm në samitin e Tiranës. Po ndjekim pamjet e drejt për drejta nga sheshi Skënderbej, ku liderët evropian po mbrin për të filluar sesionin që parashikohet nis rreth orës 11 dhe kryeministri Edi Rama me radhë po i pret të gjithë liderët dhe ambienti ku do të zhvillohet ky samit është pikërisht prapa Skënderbeut, është ngritur një strukturë e posaçme pikërisht për zhvillimin e samitit komunitetit politik evropian. Dhe më tepër informacione do të marrim nga gazetarja jonë, e cila gjendet pikërisht në ambientet e samitit, Ledina Elezi. Ledina, mirë se erdhe. Cilat janë informacionet më të fundit në lidhje me mbërritjet, me organizimin? Përshëndetje Lidion, ky është në fakt samiti i 6 që organizohet nga komuniteti politik evropian, megjithatë në të njëjtën kohë është edhe samiti i parë i komunitetit politik evropian që organizohet në një shtet të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë samit do të marrin pjesë më shumë se 40 lider nga e gjithë Evropa, por jo vetëm, duke filluar që nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, e cila është përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë, e cila në fakt vetëm para një muaji bëri një vizitë në Tiranë për të nënshkruar dhe marrëveshjen e financimit për Ekurudhën Durrës-Rogozhin. Në të njëjtën kohë mendohet që pjesë e këtij samiti do të jetë edhe presidenti i Parlamentit Evropian Roberta Metsola, kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz, presidenti i Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez, po ashtu kryeministri i Holandës, por edhe kryeministri i Polonisë Donald Tusk. Të tjerë të pranishëm do të jenë gjithashtu edhe kryeministri i Finlandës, i Lituanisë, kryeministri i Kroacisë, i Hungarisë Viktor Orban, ku gjatë presidencës së këtij të fundit, pra gjatë presidencës së Këshillit Evropian të Hungarisë, u hap edhe grup kapitulli i 6 i akis së BE-s lidhur me marrëdhëniet më jashtë. Gjithashtu, liderë të tjerë që do të jenë të pranishëm në samitin e sotëm janë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, presidentja e Zvicrës, kancelari i Austrisë, po ashtu edhe kryeministri i Kroacisë, i Maqedonisë së Veriut apo dhe presidenti i Malit të Zi. Po ashtu të pranishëm do të jenë edhe presidenti i Moldavisë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan apo dhe kryeministri i Armenisë dhe presidenti i Azerbajxhanit. Pra kemi lider nga e gjithë Evropa, por gjithashtu edhe nga vende të tjera që nuk janë pjesë e Evropës. Po ashtu, pjesë e këtij samiti do të jetë edhe Keir Starmer, që është kryeministri i Britanisë së Madhe, ku vetëm ditën e djeshme ai nënshkroi edhe 2 marrëveshje me Shqipërinë lidhur me thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, konkretisht për prodhimin dhe shitjen e automjeteve ushtarake me Shqipërinë. Duhet thënë në fakt se një pjesë e liderëve kanë mbërritur që mbrëmjen e djeshme, për shembull Antonio Costa, Ursula von der Leyen, po ashtu edhe Kaja Kallas, pra përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë, po ashtu edhe Aleksandar Vučić bashkë me Vjosa Osmanin kanë mbërritur që mbrëmjen e djeshme, nga ku janë pritur me një darkë informale nga ana e kryeministrit Rama. Pas ditën e së djeshme, kryeministri Rama në fakt doli dhe në një konferencë të përbashkët me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, ku ky fundi në fakt e përgëzoi Ramën për edhe përfitimin e zgjedhjeve të këtij 11 maj. Në fakt presidenti i Këshillit Evropian ka nisur turin e tij nëpër Ballkanin Perëndimor, që prej datës 13 maj, pra ka qenë në Kosovë, ka qenë në Malin e Zi, ku edhe deklaroi se Mali i Zi kishte shanse që të antarësojë në Bashkimin Evropian në vitin 2028. Megjithatë, përsa i përket gjendjes aktuale, në pjesën e hyrjes është i pozicionuar kryeministri Rama, i cili ashtu siç do tradita do të mirëpresë të gjithë liderët. Më pas liderët do të kalojnë në teatrin e operas dhe baletit, nga ku do të jepet edhe një shfaqje artistike. Aktualisht në sheshin Skënderbej janë edhe disa kërcimtarë me veshje popullore, të cilët do të prisin liderat. Me mbarimin e shfaqjes artistike në teatrin e operas dhe baletit do të bëhet gjithashtu edhe një foto
foto familjare dhe me realizimin e fotos familjare do të kalohet në një strukturë të posaçme që është ngritur prapa monumentit të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Në këtë strukturë të posaçme rreth orës 11 do të nisë seanca e parë plenare ku 8 fjalimet e para mendohet që do të jenë publike, pra do të mbajë një fjalim nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, nga presidenti Zelenski, nga kryeministri Edi Rama, po ashtu nga Ursula von der Leyen, presidenti Macron apo dhe kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz. Me mbarimin e seancës plenare ku fokusi kryesor do të jetë pikërisht diskutimi lidhje me sigurinë e Evropës, por edhe çështjen e Ukrainës, me mbarimin e kësaj seance plenare do të nisin edhe pas pas mbarimit të drekës do të nisin edhe tryezat e diskutimit, pra tryezat e rrumbullakëta nga ku do të diskutohen disa çështje. Në tryezën e parë të rrumbullakët në fakt do të diskutohet pikërisht qëndrueshmëria demokratike, në tryezën dhe siguria, në tryezën e dytë do të fokusohen më tepër në konkurrueshmërinë, inovacionin, por zhvillimin ekonomik apo dhe infrastrukturën digjitale, ndërkohë që në tryezën e tretë të rrumbullakët do të fokusohen në sfidat e lëvizshmërisë apo dhe fuqizimin e të rinjve dhe emigracionin. Me mbarimin e këtyre dy tryezave të rrumbullakëta, pra do të ketë edhe takime bilaterale ku mendohet që në pasditën e sotme do të nënshkruhet edhe një marrëveshje midis Shqipërisë dhe Italisë, pra midis kryeministrit Rama dhe kryeministres Italisë Giorgia Meloni, mbi një bashkëpunim më të ngushtë në fushën e sektorit qendror, pra në fushën e mjekësisë. Më pas rreth orës 6:45 pritet që të mbahet edhe një konferencë e përbashkët midis kryeministrit Rama dhe kryeministrës Danimarkës, ku Danimarka do të jetë edhe shteti tjetër i cili do të mirëpres samitin e Komunitetit Politik Evropian, por gjithashtu do të marrë edhe presidencën e Këshillit e Bashkimit Evropian në Mosgaboj. Ledina, ju e thatë që panelet përgjithsisht diskutimet do të fokusohen tek siguria e Europës, tek konkurenca, mobiliteti dhe shumë pika tjera. Përgjithsisht liderët që mbrin përpara nisjes së samitit kanë deklaruar diçka në lidhje me ndonjë objektiv, në lidhje me ndonjë pikë shtesë që mund diskutohet, apo thjesht kalojnë dhe nuk japin deklarata? Ato në fakt thjesht do të takohen me presidentin me kryeministrin Edi Rama dhe nuk pritet që të japin ndonjë deklaratë rëndësishme përveçsa atyre që janë përcaktuar edhe në agjendet që unë i theksova që kanë të bëjnë pikërisht me sigurinë e Evropës, me rritjen e mbrojtjes së Bashkimit Evropian, me nxitjen e zhvillimit ekonomik, pra të konkurrencës, mobilitetit e të tjera si këto. Por nuk është dhënë asnjë deklaratë tjetër më përpara, po ashtu edhe në konferencën që u mbaj ditën e dieshme midis kryeministrit Rama dhe presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa nuk u përcaktua se çfarë do të diskutoj konkretisht në këtë ose për çfarë do të vendoset në këtë komunitet politik evropian, por dihet që çështja kryesore do të jetë ajo sigurisë e Evropës dhe konkretisht lufta Rusi-Ukrainë ku i pranishëm është edhe Zelenski. Ledina, të falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studio, në vim të hapësirës që do të keni, por edhe të zhvillimeve, mund të lidhemi sërish drejt për drejti së bashku. Falenderit.